Me blerjen e mira dronëve, Kosova ndryshoi ekuilibrat e sigurisë, duke investuar në mjete relativisht të përballueshme, por me efekt strategjik. Kjo lëvizje vendosi vendin në hap me transformimin global të mënyrës së mbrojtjes. Drones become an integral part of all militaries. Të kontrolluar nga distanca, dronët mund të mbikëqyrin, të vëzhgojnë e, nëse duhet, edhe të godasin me saktësi. Improving your defense with drones is probably a very, very good idea. Por çfarë bën efektive flotën e dronëve turq që bleu Kosova dhe cilat mësime mund të nxirren nga përdorimi i tyre në Ukrainë apo Nagorno-Karabakh? Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në një rajon ku siguria është e brisht, çdo blerje armësh përmban më shumë se sa kapacitete teknike. Ajo bart edhe mesazhe politike. Kështu ndodhi edhe me blerjen e fundit të mira dronëve turq nga Kosova, e cila shkaktoi reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shprehi tmerruar me sjelljen e shtetit turk dhe e akuzoi atë se ndron ringjalljen e perandorisë osmane. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë reagim nga Ankaraja, por ekspertët e mbrojtjes thonë se zemrimi lidhet me efektin e drejtpërdrejtë të dronëve. Në thelb, ata rrisin koston e çdo operacioni ushtarak kundër Kosovës. Nga përvojat e ushtrive në terren shohim se dronet kanë aftësi të shkaktojnë forcave armike shpenzime të mëdha. Kosova e prezantoi blerjen si hap drejt përforcimit të kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa NATO-ja paralajmëroi se çdo veprim ajror duhet të koordinohet me misionin e saj në Kosovë, KFOR. Ky mision mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të vendit, e cila së fundmi është shkelur nga dron të dyshuar të Serbisë sipas autoriteteve në Kosovë. Dy vendet janë duke shpërsuar retorikën ditaditës me akuzat të ndërsjella për provokime dhe shkelje të sigurisë rajonale. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kritikoi reagimin e Vučićit ndaj Turqisë dhe afrimin e tij me Rusinë, Kinën dhe Iranin, duke theksuar se Kosova do të vazhdojë të forcojë kapacitetet e saj mbrojtëse. Ne do të vazhdojmë të forcojmë lidhjet me aleatët e NATO-s duke modernizuar aftësitë tona mbrojtëse bazuar në standardet e NATO-s, duke siguruar paqe dhe stabilitet për njerëzit tanë dhe duke kontribuar në mënyrë aktive në sigurinë kolektive. Kapacitetet mbrojtëse të Kosovës mbeten kryesisht të panjohura, pasi shumë nga të dhënat janë të klasifikuara. Megjithatë, nga informacionet e bëra publike këtë muaj, dihet se Kosova ka bler mira dron kamikaz Skydagger nga Turqia, ndërsa 2 vjet më parë nga ky vend ka pranuar dhe një flotë të dronëve Bayraktar, të njohur për përdorimin e tyre në disa prej konflikteve më të mëdha të dekadës së fundit. Çaglar Kurç, ekspert në industrinë e mbrojtjes nga Universiteti Abdullah Gül në Ankara, shpjegon se këta dron turq janë të aftë për një gamë misionesh, të shkatrojnë sistemet e mbrojtjes ajrore, të sulmojnë pas vijave të armikut, të shënjestrojnë zinxhirët logjistik, si dhe të mbledhin informacione të inteligjencës. Droni Bayraktar TB2, për shembull, është më i lirë krahasuar me dronet amerikan, ofron shikim të papenguar, vendoset lehtë dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë në fush betejë gjatë një lufte konvencionale. Sitki Egeli, analisti i studimeve ushtarake dhe profesor në Universitetin e Izmirit, thotë se dronët i japin Kosovës një dimension të ri mbrojtës dhe shërbejnë si mjet parandalues ndaj kërcënimeve të mundshme. Ai thekson se këto pajisje kanë revolucionarizuar mënyrën e mbikëqyrjes, shënjestrimit dhe kryerjes së sulmeve, ndërsa ndikimi i tyre sipas tij është tashmë i pakthyeshëm, ashtu si dikur ndikimi i artillerisë. Kur ta kuptojnë se si dronët i ndryshojnë rregullat e lojës, të gjithë do t'i përvetsojnë. Nëse jo tash, brenda 3, 5 ose 10 vjetësh,
Është vetëm çështje kohe kur dronët do të bënë pjesë integrale të gjitha ushtrive. Unë kujtoj kohën kur kanë qenë 40 ose 50 vende të pajisura me dron, por pas pushtimit rus të Ukrainës, numri i tyre është rritur, mund të jetë dyfishuar ose trefishuar. Russia-Ukraine war. I'm sure this has increased. This has doubled or tripled now. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara të cituara nga media si BBC dhe The New York Times, sot 118 shtete posedojnë dron ushtarak, bashkë me 65 aktor jo shtetëror. Përdorimi i dronëve nuk është i ri. Gjatë luftës së dytë botërore, gjermanët përdorën anije me eksploziv të telekomanduara përmes radios për të sulmuar flotën në Normandi. Në dekadat që pasuan, dronët shërbyen kryesisht për zbulim, deri pas sulmeve të 11 shtatorit kur u armatosën dhe u shndruan në mjetët thelbësore të fushbetejës. John Arquilla, profesor i mbrojtjes në shkollën pasuniversitare detare në SHBA, pajtohet se dronët kanë ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si zhvillohen luftrat. Ai përmend fushatën amerikane në Afganistan dhe konfliktin në Ukrainë, ku përdorimi i dronëve turq ka pasur ndikim të dukshëm në fushbetejë. The drone is in fact Droni funksionon si një shumë fishues i forcës. Ukrainasit për shembull janë shumë më pak në numër se forcat ruse, por dronët u ndihmojnë të barazohen në fushbetejë dhe u mundsojnë, sidomos kur janë në pozita mbrojtëse taktike, të pengojnë shumicën e sulmeve ruse. Ndaj për vendet e vogla, përmirësimi i mbrojtjes me dron është ndoshta një ide shumë e mirë. is probably a very, very good idea. Kosova ka një forcë të sigurisë, aktualisht prej mbi 4.000 pjesëtarësh, që është në proces të shndrimit në ushtri. Vitin e kaluar për mbrojtjen, Kosova ndau $162 milion, krahasuar me Serbinë 2.2 miliard. Më pak se Kosova në rajon shpenzoi vetëm Malizi 143 milion sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve të Paqes në Stockholm. Përveç në Ukrainë, Egeli thot se dronët turq kanë pasur rol vendimtar edhe në konfliktet në Libi e Siri, si dhe në luftën mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabahut. But it took the world to catch Por bota e kuptoi dhe vlerësoi rëndësinë e këtij ndryshimi vetëm gjatë luftës së Rusi-Ukrainë. Sipas mendimit tim, kjo ndodhi për shkak se shkalla e konfliktit ishte shumë e madhe dhe interesimi i opinionit publik ndërkombëtar ishte më i përqendruar në këtë konflikt sesa në të mëparshmit. conflict as compared to the previous ones. Megjithatë, jo gjithçka është e padiskutueshme. Dronët e bëjnë përdorimin e forcës më të lirë, por kur jeta e personelit nuk rrezikohet, vendimet për të sulmuar bëhen më të lehta. Dhe me to, rritet edhe rreziku i përshkallëzimit, thot Arquilla. I think it was extremely provocative when you Mendoj se ishte jashtëzakonisht provokuese kur Ukraina goditi avionet bombardues rus qindra milje larg vijës së frontit. Nëse dronët fillojnë të përdoren në atë mënyrë për goditje në thellësi, rreziku që ata të shkaktojnë për shkallëzime të mëtejshme është i konsiderueshëm. drones causing further escalation is considerable. Si shembull, profesori Arquilla përmend se administrata ish presidentit Barack Obama përdori sulme me dron rreth 5 herë më shumë se sa administrata e paraardhësit të tij George W. Bush. Ai shton se shumë nga këto sisteme janë relativisht të lehta për tu operuar dhe nuk kërkojnë trajnime shumë të gjata për pilotët. I think one of the most attractive aspects of drones is Mendoj their se ease një of nga use. aspektet më tërheqëse të dronëve është lehtësia e përdorimit të tyre. Nuk duhet të jesh pilot avionësh për t'i operuar. Në Shtetet e Bashkuara kemi vërejtur se disa nga pilotët më të mirë të dronëve janë të rinj që u pëlqejnë të luajnë videolojra. Reflekset e tyre janë të shpejta dhe kjo krijon një bazë të madhe të operatorëve të mundshëm. Kjo është dhe një prej arsyeve pse pritet që dronët të përhapen gjithnjë e më shumë. So that's another reason we're going to see drones proliferating. Profesori Arquilla megjithatë nuk pret që dronët ta zëvendësojnë plotësisht fuqinë ajrore tradicionale. Ai parashikon një të ardhme ku do të ketë një kombinim të pilotëve njerëzor, aeroplanëve të kontrolluar nga distanca dhe dronëve plotësisht autonom. Mbështetja vetëm në dronë sipas tij do të ishte rrezikshme pasi ata mund të jenë të ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve elektronike ose kundër masave të tjera. Muajin e kaluar, Kosova pranoi edhe disa dronë të blerë nga Shtetet e Bashkuara me rrezë veprimi deri në 60 kilometra.
Në inventarin e tij, vendi ka kryesisht armë nga SBA-ja, Turqia dhe Gjermania. Zyrtarët të Ministrisë së Mbrojtjes konfirmuan më herët për Radion Evropa e Lirë se të gjitha armët e blera nga Kosova në 4 vjetët e fundit janë sipas standardeve të NATO-s, aleancës ku vendi synon të antarësohet. Ata gjithashtu njoftuan planet për të blerë më tej armatime nga SBA-ja në bashkëpunim me Shqipërinë dhe Kroacinë. Vučić edhe atëherë reagoi me zemrim, ai e quajti këtë një garë armatimi dhe u zotua se vendi i tij do të mbrohet kundër çdo agresioni të mundshëm. E gjithë kjo situatë reflekton edhe zhvillimet më të gjera rajonale ku NATO dhe Bashkimi Evropian po ndërtojnë një mur për dronët për të mbrojtur vendet anëtare nga inkursionet ajrore. Siç thekson profesori Jarkvilla, dronët po bëhen pjesë e përhershme e luftës moderne. Shembulli i Ukrainës, sipas tij, ka frymzuar vende si Tajvani për të krijuar forca dronësh si mjet për të detektuar dhe penguar çdo flotë të mundshme pushtuese. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të rejat e fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet, si dhe në llogaritë e radios sonë në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.